radhën deputetja Musliu, në fakt, jo, më falni deputeti Artan Abrashi. Artan, vazhdo të lutem. Faleminderit kryetare, kështu i nxitur pak nga diskutimet e parafolësve nga opozita. Deshta t'ja u përkujtoj që ardha e këtij projekt ligji në Kuvend të Kosovës sot nuk është një rrësi, po është rezultat i diskutimeve që ndoshta me vite kanë zgjatur. Prej kohës së 2019-s, prej kohës së pandemisë, kur për herë të parë është shkaktuar destabilizimi i tregut si rezultat i çrregullimit të zinxhirit furnivues në nivel global, qeveria e Kosovës padrejtisht është vënë në kryq të opozitës duke akuzuar si shkaktare inflacionit në Kosovë. Dhe jemi akuzuar vazhdimisht që kemi mungesë të alternativës apo mungesë të përgjigjes për kësaj situate. Përgjigja jonë për këtë ka qenë ky projekt ligj. Dhe tash çka po shoh nga diskutimet e kolegëve është bukur shumë e kanë zbut zonin sa i përket projekt ligjit për çmimet të van, sepse që në thelb edhe PDK-ja edhe LDK-ja kategorikisht ka qenë kundër me arsyetimin se po e ndryshon karakterin e tregut të lirë në Kosovë. Pra shfaqje e hapur e hipokrizisë ke sot kjo që ka ndodhi në Kuvendin e Kosovës. Mandej kolegu Eman, me të vërtet mund pëlqej shumë fjalimi, unë pajtona shumë atë që tha. Edhe është të vërtet edhe më herët e ke ngrit këtë çështjen e haraqet që plotësisht pajtohem që disa operatorë të mëdhenj ekonomike bojnë bizneseve dhe prodhuese të vegjël. Veç unë kam një kërkesë mbi teje. A e mundesh ti si deputet në kuadër grupit parlamentar të PDK-s me marrë një iniciativë ligjore, me marrë bekimin më së pari të PDK-s kundër këtyre oligarkëve me pro Kuvend Kosovës, edhe unë po punoj me deputet televizës dhe vendosës me miratu qatë ligj. S'mundesh, atë pse? Sepse që ata operatorë ekonomik që po i qesin haraq bizneseve të vogla janë financues dhe donatorë të kryesorës Partisë Demokratike të Kosovës. A mundesh me pru qatë projekt ligj u votën teme e ki i pari? S'mundesh. Nuk mundesh. Tjetra, kur ndodhe pastaj recesioni si rezultati pandemisë COVID-19, patëm luftën në Ukrainë. Pas kësaj, patëm këto zhvillimet e fundit që ndodhen në lindjen e mesme. Dhe qeveria e Kosovës është akuzuar si shkaktare e inflacionit, edhe pse jemi një ekonomi që jemi të prekur nga zhvillimet që ndodhin në nivel global. Padrejtisht jemi akuzuar. Kur e kemi pru ligjin këto, jemi akuzuar se po dojmë me kontrollu tregun. Padrejtisht. Gjykata kushtetuese ka marrë një vendim e nderuar, po gjykata kushtetuese ka thonë që ju duhet këtë ndërhyrje ta dizajnoni konform rregullave kushtetuese. Pra nuk e ka ndaluar ashtu se çysh po thoni ju, se përdryshe nuk i shart këto. Dhe arsyeja pse ky ligj sot ka ardhur këtu e dini shumë mirë cili është. Një operator ekonomik apo më mirë ta quajnë, një donator i madh i LDK-s e i PDK-s, që s'po du me përmend me emrin se nuk është kjo ideja, në një kohë të spekulimeve në treg, në rastin kur i pat bloku 100.000 litra vaj në magazin për me arrit çmimin e vajit për shtetarët e Republikës së Kosovës, na kemi reaguar dhe kemi propozuar këtë projekt ligj. Ju e keni kundërshtuar kategorikisht, edhe sot po vazhdoni me kundërshtu kategorikisht. Pra, të nderuar qytetarë, ky projekt ligj në thelb shfaq një problem që përcakton edhe orientimet tona si pozitë, shumicë parlamentare edhe opozitës. Pra, partitë politike që mbrojnë interesin publik pra të konsumatorit dhe partitë politike që mbrojnë profitin e biznesit nga i cili ushqen. Ne jemi për interes publik, prandaj do ta votojmë me plotësisht me bindje thellë këtë projekt ligj. Faleminderit. Faleminderit deputet Abrashi. Tani ka ani prit se s'mundesh më çu pa ta dhënë fjalën. Po nuk mundesh pa Fjalën e ka deputeti Ariana Musliu Shoshi, unë me qare s'funksionoj, zotri deputet. Me mu me qare nuk mundesh me funksionu. Këtu ka regula. Fjala ipet. Kur t'ipet fjala, fjallën e merë. Deputete, unë fjallën. Kryetare të kësha lutë shumë më së shkel regulorën, sepse ja ka përmend emrin dhe ka të drejt replike.
Të lutem, veç respekto rregulloren, Gjela është aty mundet me ndihmu, pa problem. Vazhdojmë me deputet edhe një herë, a dëshironi të flisni apo jo? A dëshironi të flisni apo jo, deputete? Vazhdojmë me deputetin sipas radhës, deputeti Ermal Sadiku. Deputeti Ermal Sadiku, pastaj kthehemi në emër të grupit Flet për Parim Gruda. Zonja kryetare, përbes nuk është ferme në qitë mund në qitë si pozite. T'lutem, dëgjëm, mos të degradojna, une e du shumë që të institucion, e kuptoj situatën, por nuk është ferme në qitë mund si pozite. Pra po esh një dorë për fjallës? Jo, nuk po e ki dorë, po ju zgjedhni këto probleme me zveti, pas ta jam a dorë mu, t'lutem, këtë fjallin mu. Se nuk është ke luftë e jam, ja jetu më qitë mund pozitë. Në emër të grupit parlamentar të PDK-s flet deputeti për Parim Gruda. Qarim, mës na ikë për kështu. Sa kuptova, unë nuk kep një fjallën deputeti, se s'ka prit ju me adho fjallën. Okej, atere, për me, për me kalu këtë, se du të me kalu këtë, se s'puna me të kjo. Unë po e flasë, unë po e flasë në emën të Partisë Demokratike, e moni ullet, e pret radhën bas meje, për respekt për mu besoj edhe për kuvendin. Okej, Eman, faleminderit shumë. Të kthehemi të... Ja, mendoj që du të me... Okej, të kthehemi tash të... Kthehemi të... A muna mu këthy të që... E falenderoj kolegun Eman Ramoni që pranaj me zgjidhë këtë situatë. Tash kthehemi të taj që tha Zotja Broshi. Tash se po flasë në emën të Partisë Demokratike. Zotja Broshi është këtu. Zotja Broshi është mirë kur të folum. Me dit, a mujna pak me mojtë që ci Zotja Broshi, kur të folum në kuvend, du të me ditë që si në rrugë. Nuk mundesh me thonë, jënë do haraqegji, të biznese, që financojnë Partinë Demokratike. A dini sa e ligë është kjo fjallë, mas pari kështu për pikpamje politike. Mas aneja, diso problemi ligjor e konceptual është këtë fjalli. Qysh mund është me thonë ti, ato bizneset që si të kanë haraq, a jetë ti pushteti, pse zotni ti që e ki shtetin që 6 vjetë, e din që ka njerës që qesin haraq në Kosovë dhe nuk shkon me i marë me arrestu. Apo na kuptoni që po flosëm dhe rumë qytetarë. Deputeti i pushtetit po thotë ka njerës me haraq që financo ka një parti politike, fynë ta një partin politike, edhe shteti nuk merë mosa. Qka jeti ti, a qëtë se hire këtu a qeverisë? Të më thonë, ma me kujdes edhe mendoj që kryetare, mendoj që kur të thot deputeti kështu, do të mja të rekë vrejtën jo. Së mundet me thonë haraqegjia, financon një parti. Deputeti, ja kalzon emnin ati që qëtë haraq. Ja kalzon ku në mora të pore, ja ku në shko të pore, ja kështu së muna, së unë po mendoj që kjo është diskutim si kur në rrugë, nuk flitë kështu si në rrugë që atë teket në kafe. Kjo ku vend, jena të diskutu për një qështë konkret për një liqë. Ju i keni votat, pa arrini me kalu. Keni drejtën e juj, ne mendojmë që jeni gabim, jo një binë që jeni gabim, po keni drejtën e juj me vot, ama me full si në rrugë, edhe me prit që nësë reagojmë, mendoj që na e ko bërç një kërkim falje, në këtë rast deputeti, edhe mendoj që edhe ju sekretari do shme ja kërku. Faleminderit, kundër replik, deputeti Abrashi. Faleminderit.